Allahu tregon për një realitet të pamohueshëm dhe të pakontestueshëm, e që është çdo kush prej robërve të tij do të sprovohet në jetën e kësaj bote. Siç thot Allahu në Kur'an: "Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A mendojnë njerëzit se do të lihen në jetën e kësaj bote, pra pa u sprovuar, pa u testuar, që të jetojnë kot, pa një objektiv të qartë jetësor, pa një qëllim fisnik jetësor? Padyshim se jo. Përgjigjja është më se e ditur dhe më se e qartë. Pra, që të thonë ata se vetëm kemi besuar dhe të mos sprovohen fare, absolutisht nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Për arsye se mirësia dhe vlera e besimit që na është dhënë nga ana e Zotit Madhërisëm, ajo ngërthen në vetvete përgjegjësi. Bartja e këtij misioni, realizimi i këtij qëllimi, është provë nga ana e Zotit për ne. Dhe ne duhet të kalojmë përmes filtrave të sprovave për të rezultuar si të suksesshëm apo edhe si të dështuar. Kushdo që sprovat i mirëpret nga ana e Zotit, si një mirësi nga ana e tij, kushdo që sprovat i kupton si një pjesë përbërëse dhe e pakontestueshme e jetëve tona, ai do të di se si ti kuptoj ato dhe se si ti trajtoj ato. Prandaj Allahu thot: "Walaqad fatanna alladhina min qablihim, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ." Ne i kemi sprovuar edhe ata para jush, pra popujt para nesh, madje edhe priesit e tyre siç kanë qenë pejgamberët e Allahut. Pse ndodh kjo? Për ta dalluar të mirin nga i keqi, të sinqertin nga gënjeshtari, të diturin nga i padituri, të përkushtuarin nga ai që është i papërkushtuar. Gjithashtu Allahu përmes një ajeti tjetër kuranor, në mënyrë të detajuar e sqaron realitetin e sprovimit, duke thënë: "Walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri s-sabirin." Thot, ne do t'ju sprovojmë juve, domosdoshmërisht, sepse është një realitet i pakontestueshëm jetës së kësaj bote. Me çfarë? Do t'ju sprovojmë me frikra të ndryshme. Njeriu do të kalojë përgjatë procesit të zhvillimit të tij jetësor përmes shumë kanaleve, labirintave jetësore, ku do të përfitojë frikra të natyrshme. Pastaj thot Allahu, do t'ju sprovojmë edhe me varfëri. Do t'ju sprovojmë me paksim të pasurive tuaja, të veteve tuaja, pra të antarëve tuaj në familje, në shoqëri kështu me radhë përmes vdekjeve të shumta. Dhe me paksim të lashtave tuaja. Por çfarë thot wa bashshiri s-sabirin? Kjo shprehje që do të thotë përgëzoj durimtarët, tregon se ajo çfarë vije nga ana e Allahut është e tëra mirësi. Në të kundërtën Allahu nuk do të thonte përgëzoj durimtarët. Pra ata që sprovohen dhe durojnë do të shpërblehen padyshim nga ana e Zotit të Madhërisëm. Pra ky ajet që e zbërthen këtë realitet dhe qartazi e prerëzi tregon se ne duhet të ballafaqohemi domosdoshmërisht me sprova, tregon se ne duhet të tregohemi të përmbajtur në raport me Allahun e Madhërisëm, vigjilent dhe mbi të gjitha duhet të tregohemi me edukat të lartë si në pranimin e sprovave, po ashtu në tejkalimin e tyre në mënyrë dinjitoze.